I dashuri Bacarifat, e nderuara familje Jashari, e nderuara presidente Osmani Sadriu, i nderuari kryeministër Kurti, kabinet qeveritar, deputet të dashur, komandant Bashkimi Jashari, kryetare Caka Nimani, kryetar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut Xhaferi, president Sejdiu, ambasador të nderuar, kryetar Rama, përfaqësues të organizatave të veteranëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Jam përpjekur gjatë këtyre 24 viteve deri sot me qindra herë të shkruaja për 5 marsin, por nuk kam mundur. Jo pse nuk ja kam filluar, jo pse s'kam provuar, po pse nuk ja kam dalur kur. Do që filloja, nga do që ja nisja, ka do që vazhdoja, fjalëve ju ndodhte një ngërç i pashmangshëm, i pashpjegueshëm, një tjetërsim i predestinuar. Asnjë renditje e tyre nuk më bente që mund ta përfshinte të plot aktin e flijimit të jasharajve. Dhe aty e kuptova që fjalët në të vërtetë janë toksore, e sakrifica e jasharajve është e përtejme. Në tokë vlen ligjet fizike të vdekatarve, e 5 marsi i takon një dimensioni tjetër. Asnjë fjalë, asnjë mendim, asnjë shprehje, hiç asnjë këngë, kur një far arti apo vepre, çfarë do qoftë, nuk është e aftë ta prek palcën e kësaj sakrifice. Asnjë falënderim nuk mund ta shterë flijimin të cilit duam që t'i falemi. Nuk ka përkulje që të mund të jetë aq e thellë sa ta përçoj pietetin meritor. Nuk ka mirënjohje aq të lartë sa t'ja jep hakun rënjes së tyre heroike. Kjo ndodh me që 5 marsi është akti suprem i lirisë sonë kombëtare. Ngjarja më e rëndësishme për shqiptarët me të cilën filloi shekulli 20 ishte pavarësia e Shqipërisë, kurse ngjarja më e rëndësishme me të cilën u mbyll shekulli 20 ishte çlirimi i Kosovës. E ngjarja më e rëndësishme brenda çlirimit të Kosovës, padyshim që është rënja heroike dhe sakrifica kolosale e jasharajve me në krye komandantin legjendar Adem Jashari. Çlirimi është liri de facto, kurse pavarësia është liri de jure. Të jesh çlirimtar do të thotë të jesh i gatshëm deri në fund brenda të drejtës. Më 5 mars të vitit 1998, krejt kombi shqiptar dhe fati ynë varej në idealin e jasharajve. Kulla e tyre u shndrua në shtëpi të kombit, kurse flijimi i tyre u kthye në frymë të çlirimit. Deri me 5 mars e kemi dëshiruar lirinë. Pas 5 marsit, liria na ka përshkuar neve. Ajo është bërë principi i shpirtit tonë kolektiv. Deri me 5 mars kemi menduar se herojt janë individ, pas 5 marsit dëshmor u bë krejt populli. Deri me 5 mars çlirimi ishte përpjekje dhe mundësi, pas 5 marsit çlirimi u bë imperativ. Rënja e jasharajve e bëri ushtri, UÇK-n. Ajo popullin e ktheu në një bashkësi e cila jetën nuk e kupton si diçka që do të shpëtohet, por si më të çmuarën që duhet të jepet. Deri me 5 mars donim të fitojmë, por pas 5 marsit nuk mund të humbnim më, sepse krejt populli u bë UÇK. Historia e vështirë e popullit tonë na mëson se asnjë akt, sa do i lartë të jetë, nuk fillon si piknisje absolute nga asgjëja.
Adem e Hamzi Ashari me në krye Bacin Shaban, e gjithë familja ishin të mishruar me lavdin dhe me guximin e Skënderbeut dhe me vizionin e patriotizmin e Hasan Prishtinës. Ata ishin të brumosur me përpjekjen e gjatë e të pamposhtur të popullit ton për të çliruar nga sundimi i huaj. Ata familjarisht e sublimojnë në mënyrë ideale gatishmërinë më të lartë të kombit ton për të mos kursyer asgjë për liri. Lufta jonë çlirimtare, ushtria e lavdishme çlirimtare e Kosovës, dëshmorët e martirët që e dhanë jetën për lirinë tonë, janë vlera jonë më e shenjtë kombëtare, sepse ajo është gjaku dhe shpirti i atëdheut. Janë krejt ajo çka jemi dhe krejt çka kemi. Lavdi jasharajve heroik, lavdi dëshmorëve të rënë, lavdi të gjithë atyre që e dhanë jetën për lirinë e kombit tonë.